Tirana bëhet epicentra e politikës europiane me 16 maj, kur në Sheshin Skënderbej do të zhvillohet samiti i Komitetit Politik Evropian, ideuar në një hapësirë për dialog të hapur mes vendeve të kontinentit. Ky forum mblidhet 2 herë në vit dhe këtë herë ndalet për herë të parë në Shqipëri. Ky takim shihet si një moment i rëndësishëm për qeverinë shqiptare dhe personalisht për kryeministrin, i cili pas më shumë se një dekade në pushtet është tashmë një nga figurat më të konsoliduara në skenën politike të rajonit. Për shumë analistë perëndimor, organizimi i këtij samiti në Tiranë është një sinjal vlerësimi nga Brukseli për rolin e Shqipërisë në rajon dhe për përparimin në procesin e integrimit. Ndryshe nga samitet e zakonshme të Bashkimit Evropian, Komuniteti Politik Evropian funksionon si një tërheqje jo formale, ku diskutohen për sigurinë, stabilitetin dhe të ardhmen e përbashkët. Takimet zhvillohen pa ndihmë të shumtë e pa protokolle të ngurta, duke krijuar hapësirë për biseda më të drejtpërdrejta mes liderëve. Në samitin e Tiranës do të marrin pjesë drejtuesit më të lartë të institucioneve europiane dhe të NATO-s, përfshirë Mark Rutte, por edhe lider të rëndësishëm të vendeve jo antarë të Bashkimit Evropian, një pjesëmarrje që thekson rolin që po merr Shqipëria si një faktor i besueshëm në rajon. Për herë të parë pritet të jetë i pranishëm dhe kancelari i ri gjerman, Friedrich Merz, ndërsa të gjithë syt janë nga Ukraina, për të parë nëse presidenti Volodymyr Zelensky do të vijë personalisht në samit. Në listën e pjesëmarrësve është dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka munguar në edicionet e fundit. Shqipëria e pret këtë takim me intensitet, por edhe me ambicie, jo vetëm si një mundësi për të promovuar veten, po edhe për treguar se është gati të luajë një rol të rëndësishëm në arkitekturën politike të kontinentit.